Zajmira, i takojnë vendimet më të mira grave? Kështu duam në të themi, kështu është t'ja bëjmë qefin, apo është një vërtet e madhe? Unë do thoja që në një familje duhet ketë dhe një bashkëpunim, dialog. Kjo është baza. Grua në familje tani më falë. E përmbysim bisedën, e nisë shumë pajësisht. Jo, unë do thoja këtë gjën tjetër, që në familje duhet kush është me i zoti për disa sektorë të ndryshëm, do të ndajmë qikë detyrat. Da dhe me kështu. Kështu që është shumë bukur, ne flasim që jemi në 2026-ën, që vendimet i marri ai që është më kompetent, pastaj edhe fliten, edhe themi bordi drejtues vendos. Kam përshtypjen që të dy palët besojnë që janë kompetent, se këtu është ngërçi, edhe gruaja dhe burri, me që niste nga familja. Atëherë, në qoftë se themi që tash në vendimarrjen e fëmijëve, o të kuzhinës, o të restaurimit edhe të pjesës brendshme, domethënë zërat janë të përbashkët, se aty ke kuzhina na takon më shumë neve që të marrim vendimet. Përsa i përket tash një restauro. Thua? Nuk është e thënë? Jo, nuk është e thënë, këtë desha të thënë edhe unë. Njerët më të mirë janë burra. Jo, unë tash në restaurant. Edhe në vendimarrje, sepse gjërat tani në fakt kanë ndryshuar. Kështu që nuk kemi më në atë pikën që vendimet më të rëndësishme mund t'i marrë një burr ose një grua. Absolutisht. Janë relative, sepse si në marrëdhënie, unë do thoja më shumë varet edhe nga vendimi që ti merë, sepse jo të gjitha vendimet janë adapte për t'i marrë një mashkull apo një femër. Ka vendime që mbase i takojnë, ose janë si ato përgjegjësit që më shumë i takojnë një babai, apo më shumë i takojnë një burri, se sa mund t'i marrë më mirë një femër. Kjo nuk do të thotë gjë. Ose dhe pjesa e makinave, për shembull. Kur ti i jep makinës, ka meshkuj që thonë, ju femrat nuk dini ti jepni makinës, bëni rëmuj në... Që është e vërtet deri diku. Por jo deri diku, por nuk është e thënë që ne nuk dim t'i japin. Pase shqisat tona, ose intuita, ose ne jemi të prirur drejt diçkaje tjetër. Kështu që nuk është absolute, pra nuk i vet dot një pesh, një balans. Po ndoshta e ka bërë shoqëria tanë, i ka veshur shoqëria këto stigma, burrat granë. Nuk vetëm nga shoqëria, unë mendoj që e para vjen edhe nga e kaluara jon. Pra që kur kemi qenë shpellë, punët kanë qenë të ndara. Dhe meshkujt shkonin për gjuhëti, femrat rinin, merreshin me fëmijët, ta mblitin fruta. Pra shikon që kemi një farë një ndarje. Dhe kjo është arsyeja, po edhe biologjike, sepse edhe truri nuk e kanë tamam njësoj meshkujt dhe femrat. Meshkujt bëjnë zgjidhje të shpejta, por të rrezikshme. Femrat bëjnë zgjidhje pra më të studiuara, por që kanë më pak rrezik. Po ku është e misme e artë tani, se ndonjëherë edhe nuk kemi kohë të presim gjatë sa Denisa ta ndaj mendjen. Kështu që duhet me rrisku. Kam vendimet e shpejta në fakt, kështu që kjo s'ka lidhje me mua. Varet për çfarë bëhet fjalë, e kupton? Nëse flasim për familje, situata nuk është kaq e rëndë. Por nëse flasim për një ndërmarrje, atëherë situata ndërlikohet, sepse ti kur merr një vendim mund ta çosh ndërmarrjen në shkatrim ose në sukses. Po edhe në familje, sepse mund të çosh një familje në... është ndërmarrje vogël për ndërmarrje. Është mirë ta çosh një familje në shkatrim, nëse ti nuk ke, nëse ti për shembull nuk merresh me gjëra që vërtet shkatrojnë, për shembull, nuk merresh me bixhoz, nuk merresh me drogë. Jo, një vendim, ne po flasim për vendimet. Për shembull, nëse marrin vendimet për fëmijët, të investojmë për shembull. Jo, marrim një vendim, merr mashkulli një vendim, burri i shtëpisë, po themi, merr një vendim që të investoj. Po, falet për çfarë investon. Ti e kundërshton? Unë nuk kundërshtoj, pse do kundërshtoj? Kur do burri që është burr dhe gruaja te vendimi. E kisha që nuk çon në familje, tani po thoshte që nuk çon në shkatrim. Jo, sepse janë disa vendime që çdo investim ose mund të ketë sukses, ose mund të dështoj. Pavarësisht se kush e merr, po zakonisht kur merret një vendim në familje, se familja është një grup shumë i vogël, gjithmonë pyeten njëri tjetrën. E ka këtë bën nuk ka guximin dikush të marrë përgjegjësim. Pyetet po edhe për shkak të përgjegjësisë, se nesër po duke pyetë thotë ti e bëre. Pra ti duke pyetur shpërndan përgjegjësinë përveç të tjerëve. Kjo është ke pasur mendimin jetën tënde që ke thënë se unë jam burri? Po, nuk mendoj, unë me fjalë unë doja të thosh unë jam feminist. Okej. Me fjalë nuk më pëlqen që Ky është lajmi, fullim e emisionit kaq ishte. Besoj tani ka mbaruar patriarkalizmi nuk guxon të unë them që edhe gratë din të vendosin dhe duhet shkëmbyer biseda. Por shpesh herë sigurisht që ka dhe kontradikta. Si feminist, gratë kanë gjithmonë të drejtë, e beson? Jo, nuk kanë gjithmonë të drejtë. Nuk thash, unë jam feminist në kuptimin që e vlerësoj mendimin e grave dhe sigurisht që ato japin një mendim shumë të mirë, por
si njësoj si kurse dhe meshkujt shpesher gabojnë dhe gratë gabojnë. Studimi më i fundit që na bërin e bashkë theksonte të paktën në Europë, në Shqipëri mungojnë studimet që vendimet që burrat kanë marrë, duke pyetur gratë kanë qenë mendimet e tyre më të suksesshme në jetë. E beson këtë? E besoj. E besoj nga që ne themi që femra dhe mashkulli janë dy planete ndryshe komplet. Do më thënë, dy mënyra, menaxhimi ose mendimi që të sjellin pastaj në një rezultat që është shumë i kundër me njëri tjetrin, por që bashkojnë në një pikë. Ai bashkimi në një pikë është gjë më ideale. Por ne femrat sigur jemi çik më praktike. Ose, siç e tham shpar, guxon ti thuash gruas jo. Është dhe intuita femërore ndonjëherë që të nxit drejt diçkaje. Se jemi rritur me këtë frymën me ta bë gruaja 8-2 apo me guxu me grus jo. Do të thënë sepse ju vërtet bëni nanin. Ideja është ne nuk bëjmë nanin ose nuk bëjmë është ajo fryma, ose nga ana tjetër mbas edhe i pëlqen meshkujve. Kur duan të justifikohen për diçka, për shkakun thonë lese ma bën gruaja 8-2. Po kjo nuk është e vërtet, sepse në fund të ditës se ka disa zgjedhje që ai i bën dhe pa të pyet, dhe ka disa zgjedhje të tjera që thotë jo, për shembull nuk e bëj se nuk tolerohet tek partneri o tek unë, nëse ne jemi bashkë, një vendim që e marr unë se jam unë. Do të thënë, ke bon cesin të flasësh me partnerin tënd që hajde diskutojmë, hajde analizojmë se sa për ta marrë sa ai është burri i lidhjes së shtëpisë. Mendoj se do ishte më e mira të diskutohej, po nëse ti do ta marrësh dhe nuk do të më pyesësh, patjetër është liria jote e zgjedhjes. Jo, dua të kuptoj, nëse unë e marr vendim pa të pyetur, e gjej shtëpinë në darkë apo e gjen, derën e hapur. Edhe ky është thelbi i bisedës. A ka një dashamirësi për një vendim që ti se miraton? Ka dashamirësi patjetër, sepse nëse je në një marrëdhënie çifti duhet ta kuptojë njëri tjetrin. Ndryshe nuk funksionon marrëdhënia. Domethënë ishte shumë vite më përpara ndryshe siç ka qenë dhe ishin tabut apo ato gjërat që duhet i marrë vendimet mashkulli, duhet. Nuk mendoj që i ka marrë pavarësisht edhe kohën dhe në ato kohë. Po ishte kjo pra. Dhe hipokrizia ka qenë. Për publikun i merr mashkulli, po brenda familjes se ka ardhur kjo që ne kemi treguar gjithmonë që i bëjmë burrat, po në fakt në shtëpi bëhemi si zogj të vegjël. Kjo vjen nga historia njerëzore që është patriarkale. Pra, mashkulli do të duket gjithmonë superior, se kështu e ka konsideruar dhe shoqëria. Këto që janë femra për shembull, kujt ja japin vlerën më të madhe në shtëpi? Djalit apo vajzës? Djalin e lën të ketë më tepër liri, djali mund të bëjë çfarë të dojë, bosën e kufizojnë e tjera. Pra vetë këto që janë femra. Po të djalë do japin vajzët. Po me pra mirë, po themi këtu. Vetë femrat e kushtozojnë këtë gjë që në familje. Pra djalit japin shumë më tepër kompetenca, shumë më tepër liri, e lën të bëjë çfarë dojë. Kurse gocën e frenojnë. Pra do s'do krijohet pra që në familje një raport i tillë që mashkulli është superior, që është komplet e gabuar. Sigurisht që mashkulli e femra janë të ndryshëm, por në farë mënyrë janë barabartë. Ku mbizotron njëri, nuk mbizotron tjetri. Pra, femrat kanë atë inteligjencë që quhet emotive, të ndjenjave. Beson që ka një pikuri emocionale më të shpesh? Po, kjo është e provuar. Pra, edhe nga studimet shkencore është e provuar që femrat kanë një inteligjencë emotive shumë të zhvilluar se meshkujt. Dhe prandaj, kur marrin vendime, i marrin me shumë kujdes. Kurse meshkujt janë më të shpejt, po më të rrezikshëm, sepse ju mungon kjo inteligjencë emotive, kanë atë inteligjencën praktike të zhvillimit të ngjarjeve. Çfarë ndjesie do të merri nëse ne bashkë në tavolinë dëgjon nga unë për një çështje të them, ke të drejtë, po do pyes pak gruan. Paragjykot një mashkull që e artikulon, e trumbeton që thotë, do pyes pak gruan, do pyes pak Denisën. Unë mendoj që në aspektin e çfaqjes të gjithë e paragjykojnë për të dukur se ç'është ky mashkull, po brenda vetes asnjëri nuk e paragjykon, sepse brenda vetes të gjithë dinë që gruan do e pyesin. Pra, kemi atë aspektin e dukjes dhe realitetin që kemi brenda nesh, që ne mundohemi ta mbulojmë. Pra të dukemi sikur jemi. Por që me një vlerësim pozitiv edhe nga grupe. Nëse unë them do pyes gru në shtëpi, më vlerëson qeshtu apo boj shpejt ky. Si është perceptimi? Unë nuk do të vlerësoja për shumë. Ka gra që i duan burrat kështu fort, burrat vërtet. Po nuk mund ta thuash, domethënë okay, po e them unë kështu dhe pastaj shkon në shtëpi dhe krijon disakord dhe krijon zhurma, nuk ka. Flasim gjithmonë, unë e them dhe vazhdoj ta them që jemi në 2026, në ku vitem përpara ose në rinin ton ka qenë
patriarkale. Për 2006, po njerëzit edhe të keq kuptojnë, edhe të kuptojnë, edhe kur thua që kur të shkosh në shtëpi duhet të jesh gati se të vjen burri, pas here deklaratat e tua ndezin debatin e madh. Ndoshta për treguar që burri është burri, gruaja është gruaja. Je keq kuptuar? Keq kuptohesh? Nuk e bën më këtë gjë, se së të leverdis, besoj dhe mund. Se nuk, atëre, se cilin ka ne ka ditën plot. Plot impenjime, dhe më thonë ti merë një vendim që e gjithë që në darkë, të pak të ndo flasësh, një diçka do e thuash në bashkërë, dhe thuash unë mora vendimin bëj diçka, si që edhe gruaja, është munges respekti, është munges kulture, që ti merë një vendim pa pyetur tjetrin. Kështu që unë e quaj kështu absolutisht jo. Nuk më të thua që të që e bëra. Si u bëka, nuk bëhet. Do më thënë, unë nuk jam dakord. Flasim gjithmonë për vendime për çfarë lloj vendime marrim, më kupton se ka dhe vendime që i merr në mënyrë vetjake, no? Varet për çfarë vendimi flasim. Do më thuash një vendim që s'ke pyetur partnerin tënd? Dhe je penduar? Nuk dua të që ke gëzuar, po je penduar. Atëherë, unë do thoja që edhe në një darkë që më kanë marrë në telefon, unë nuk kam thënë po, do vime dhe boll, jo, flitet për të dy, do më thënë, i kam thënë më prim 10 minuta, kam marrë në telefon, kam marrë aprovime dhe pas e kam shkuar. Po kur të kanë thënë të shkosh në darkë vetëm, si ke bërë? Po, këto desha të pyesë edhe unë. Pra, se mirë kur të thonë Se mirë unë të lërat, sigur gërishë do e pyes është, kur je me bashkëshorti, po kur të thonë që të shkosh vetëm në darkë. Nuk do marrësh shërmarrjen. Jo. Ka ardhur teshta nga Denisa. Do më thënë, nuk është se marrë mendim ndërkohë burri thotë si do shkosh ti atje pa mua. Po bëj ndryrje, më fal, sot në qoftë se jemi me emision ka pyetur burrin. A thuj vërtetën tani. Atëre, kam bashkëshorti im, është italian, absolutisht jo, e kemi shumë të barabartë. Këtë po e them, domethënë jo për jemi shumë të barabartë. E ke zgjedhur italian për këtë arsye? Ka një mentalitet. Ka një mentalitet të vështirë nga meshkujt shqiptar? Ndryshe, po. Ndryshe, absolutisht po. Unë thash për respekt ndaj vetes dhe ndaj atij unë gjithmonë i them për gjërat që bëj. Por, a i thot do vi, tani të thot nuk e duan partnerin tënd, çfarë bën ti? Kujt i takon vendimi? Jo, nuk do shkoj as. Nuk do shkosh? Absolutisht jo. Edhe nëse ftesa është e rëndësishme, një ftesë pune, por është pa burin tënd. Apo që pa burin tim, po, jo që nuk e duam. Jo, po thëmë, ftesa është pa burin. Ftesë pune do shkoj, pa burin. Po ndërkohë burri do të vite kjo parti. Insiston ai, për shembull, thotë unë dua të vi. Jo, voglio venire basta. Non viene. Nuk vjen. Paska italian. Italian që mbahet në kontroll. Ka vendime që peshojnë, ka vendime që je bërë pishman? Ka një vendim që mendon tani dhe thua Ermal Unxitova? Jo, sepse unë mundohem që vendimet e rëndësishme të paktën në jetë ti marr me shumë qetësi. Edhe ndonjëherë nxitoj, sepse jam natyra që nxitoj për gjëra. Që nga pak si meshkujt. Po. Dishti si është ajo, dy burë nuk e bashkë. Por nga ana tjetër, vendimet e rëndësishme dhe deri tani fal Zotit nuk jam bërë për asgjë në jetë pishman. Për çfarë do lloj gjëje që kam bërë? Në punë, vendimet janë më të suksesshme kur i merr një shef apo një shefe? Varet. Nuk është absolute. Ka një që gratë në pozicione drejtuese marrin vendime që ndoshta ta mbaroj, janë edhe shumë atakuese ndaj grave, që gratë luftojnë gratë në pozicione drejtuese. Ndodh, po varet kush femër është aty. Sepse varet shumë nga eksperienca personale, nga traumat që ka kaluar ai person para shumë vitesh, mbas ai është një person që do të shtypi të tjerët. Ta bëjmë të thjesht, ti do aplikosh në një vend pune dhe merr vesh që tani është drejtor, shkon apo pret një propozim tjetër ku është një drejtuese femër. Është ndikuese te ty vendimarrja se kush është shef? Pra është një zonjë apo është një zotëri? Po, unë interesohem gjithmonë përpara kush është dhe dua dhe me emër, sepse dua të di kë kam përballë. Mund të jetë një njeri shumë dashamirës kundrejt meje, që vlerëson aftësitë e mia komunikuese, nëse unë do isha për një. A ke pyetur a shef apo shefe? Duat të ke pyetur dhe ke më komode të punosh me një mashkull apo me një grua drejtuese? Të thash pra varet, nuk e kam të ndarë me thik, sepse meshkujt janë shumë të mirë, por edhe femrat janë shumë të mira. Më ka qellu që femrat drejtuese janë perfekte, më ka qellu dhe nga ato femrat drejtuese që çalojnë diku, dhe mbase duan të ti sot selektive. Nuk e kam nxjerr dot, akoma jo. Tam? Drejtuesit meshkuj janë më të suksesshëm se gratë apo e kundërta? Dëgjoj, në Shqipëri janë paragjikuar gratë. Jo, edhe në gjithë botën kryesisht janë meshkujt, thash për këto arsye. Po ka shumë femra të suksesshme, po marrim në arenë ndërkombëtare, po të marrim Merkelin. Pra një femër që ka drejtuar një nga vendet më të rëndësishme të Europës, po marrim Thatcherin,
Gjithashtu një femër që ka drejtuar një nga pak e saktë në ato raste kanë qenë të suksesshme. Me fjalë, kështu që fatkeqësisht duhet thonë që edhe në perëndim që kemi shoqëri shumë të hapur, ka një farë tendence, po themi, patriarkale që sidoqoftë, meshkujt janë gjithmonë më të preferuar. Pra mundësia për meshkujt është gjithmonë më e madhe. Por nuk mendoj që detyrimisht meshkujt janë më të suksesshëm. Pra, suksesi varet, sigurisht, edhe nga aftësitë individuale të secilit, nga kushtet cilat të është rritur, si është edukuar e tjera. Janë shumë faktorë që ndikojnë përveç të qenit mashkull apo femër. Që sigurisht edhe ky faktor ndikon. Por, më mirë, do më pëlqente që të punoja me një femër, shefe. Pra, zgjedhja jote është shefe, do një shefe. Sa ke marrë vesh që ka qenë Denisa, ke thënë bobo, jo do gjej vend punë tjetër, ka një frikë ndaj grave me gratë në pozicione drejtuese? Jo, se gratë, atëre, dihet që do më ngruaj me gruan ka ato divergjenca gjëra, por në qoftë se gjen telat, si që quajmë neve, do më thënë atë energjinë e përbashkët, mund t'i gjej një grua me një grua? E gjen. E gjen? Nuk është e shpesht, por garantoj që edhe unë jam dakord me Denisën që... Nuk është problemi e gjen me një grua, e gjen me gjithë gratë që kanë punë. Po të me shefe. Si që ta dhe Denisa, që unë do shikoja personin. Do shikoja, do vlerësoja personin, eksperiencën dhe energjinë, që për mua është shumë e rëndësishme. Kush e merr vendimin në shtëpi që kur burri vjen në shtëpi, gruaja duhet të jetë e veshur, e pispillosur, të jetë gati tu? Jo, nuk është vendim, ajo është, unë e kam thënë në intervistit, është një respekt. Për atë ti theu bënami, dhe njerëzit u qua në protestë dhe ti s'dole nga shtëpia një avresh. Jo, dole. Ajo dole më e rregulluar se kur, bilet. Ajo ka një alibi ndaj burit se i ka thonë shqip, buri nuk di shqip, kështu që rregull ajo. Akoma e keni këtë vendimarrje në shtëpi? Një vendimarrje që ka vendosur ai apo e ke vendosur ti? E kam unë vetë. E kam unë vetë dhe është tashun respekt ndaj vetes. Dhe më e bukur ishte që 2 ditë më vonë, pastaj Stanley Tucci, zotëria që është aktori që është tek djalli vesh Pradën, vishet me Pradën, ke i dyti, i kërkuan një këshill për stilin dhe tha, ju lutem, tutat përdorini vetëm në palestër. Kështu që tash daj, unë e thash e para. Po, a ka komoditetin gratë dhe vajzat që të pispillosen kur vjen burri në shtëpi? Atëre, nuk është pispillosja ajo. Unë them tani, nëse ti vesh një tut gjimnastike, ajo është mungesë respekti. Është gjë tjetër. Edhe nëse ti ke gjithë ditën që punon, ke gocën andej, vajzën këtej, ke larenët, ke rrobat. Po vish një rrobë dyshan pak. Edhe rrobë dyshan, por ama, a kemi një protokoll, ne flasim tash nga protokoll veshje në çdo ambient. Dhe këtë po, domethënë, duhet ja dalim, okay, që secili nga ne që të edukohet, por është shumë e thjeshtë. Po meshkujve që do t'i veshin. Për një pantallon të mirë. Atë unë garantoj që tim shoq, tash i kalojmë, okay, jemi dhe një çik largë. Jo, po doja të bëj ishte një vendimarrje në çift apo është një dëshirë jote edhe kaq? Pra ta ka imponuar partneri që kur unë të vi në shtëpi ti të më nusërosh? Mund të thuaj një gjë tjetër që të imponon nga mënyra si ai paraqitet. Ish pilot Alitalia, po flasim për njëri shumë të respektuar, por ai është gjithmonë perfekt. Po ja më thuaj një rast tjetër. Nëse partneri të thotë s'më pëlqen si e veshur, ti ndrohesh? Ndrohen. Vërtet? E kam bërë dhe duke qarë se kur shkon në një mbrëmje, nuk je mirë duke ditur që unë them jo, unë jam mirë kështu dhe hajde dalim, mund të bë, mund të dalë. Ti ke një besim të vepër ndaj shijeve se ti ke të partnerit ndaj? Jo, unë jam shumë mirë me veten time dhe unë po dalë. Por në qoftë se ai thotë Ernani të thotë, non mi piace, shkondrou, ti e bën? Shkondrou nuk të thotë, por non mi piace, kështu që unë do shkoja të ndroja. A do ndrohesh apo jo? Ndrohem. Do ndrohesh? Unë ndrohem. Okej. Unë ndrohem. Gratë që varen nga vendimet e burrave, pra që ti shkon... Vare që kam vesh se mund të thonë ndrohës. Extravagante. E veshur mirë, po flasim gjithmonë brenda normave. To vendime hapin debat? Unë për vete do thoja, në qoftë se do kisha vesh diçka ekstreme, që nuk përshtatet me ambientin dhe ai e di ambientin që është. Po flasim për egzagjerim. Jo, një gjë të shkurtër, ndërkohë që mund të ketë... Po flasim edhe për gjëra që ai gjykon që nuk po pëlqen dhe basta, pik. Ti ndrohesh ta kërkon burri? Nuk do isha ndru. Sepse ajo çfarë edhe Zajmira ka provokuar jetën ka qenë që kur ti je në shtëpi e lodhur e ngarkuar e të vjen burri, vi unë tani burri jo se u bëm burat e tu. Ti do t'jesh e pispillosme, e rregulluar, madje edhe nëse je ç'rregulluar të rregullosh se po të vjen burri. Tjetër, unë bëj dhe flokët kaçurrela. Vetëm për burin. Jo, që ka gruaj vërtet. Se mos tua bëra shaka dhe më theu rriti pastaj, po të pyes seriozisht, a është normale për ty që të bësh gati kur të vjen burri në shtëpi?
ta arrosh gjithë lobjen. Jo, prisë se kam thënë kështu. Jo? Mendoj se konteksti ka qenë diçka tjetër. Pra, kur një femër pret bashkëshortin, partnerin në shtëpi, duhet jetë minimumi e respektuar për veten e vetë. Pra të ketë jo kod, nuk po themi kod veshje, por të jesh e veshur decente. Pra që edhe ai partner, kur të shohi, t'i knaqen syt, se fundja i shplodhe. Kur ke bërë gjithë punë të shtëpisë tani, ti apo dëgjove zonjën? Mendoj ato ka thënë, ka dashur të thotë. Ti si bën? Ti si bën ti? Po lëre tani të çfarë në Zajmira se Zajmira. Unë ato veshë më dashur. 2 milion lekës. Komente pa fund. Do të toleroje një mashkull që merr vendime për dukjen tënde, estetikën, duket si shaka apo të Jo, sepse unë i marr vet ato vendime, nga që unë edhe fushën e kam të tillë, kështu që në këtë pjesë unë nuk e lej fare të ndërhyj. I takon mashkullit të ndërhyjë estetika e gruas? Jo, unë nuk mendoj që i takon. Sigurisht që shpeshherë gruaja të pyet... Nuk i takon, Nuk i takon, por shpeshherë gruaja të pyetet si duket. Ti sigurisht që jep mendimin tënd, por jo se ti e ndalon që jo, ty të pëlqen kjo, por mua nuk pëlqen dhe ti nuk mund ta veshësh. A ka sot në 2006 një burr fuqit i thot gruas jo që do të bëj buzët e Denisa apo të diku tjetër, pra do të fry buzët, do të fry hire, qopsin. Sipas mendimit tim ka, sepse pavarësisht në dukje, shoqëria shqiptare është patriarkale. Pra në përgjithësi, se varet për çfarë flasim. Kur ta bën fakt për cilën familje flasim, për çfarë niveli flasim. E bëjmë fakt. Këtë desha të them. Ma shpjego pak situatën. Pra, ndërhyrjet estetike, mirëmbajtja, gra që pyesin burrat apo nga që din që burrat s'duan e bëjnë fakt? Burrat nuk duan e bëjnë fakt. E çfarë ndodh në këto raste? Asgjë, nuk e kupton fare. Ja, nuk e kupton. Kjo do thotë që nuk e shef gruan fare, kupton? Po them në raste kur kuptohet. Në raste kur grua do të ketë ndryshime estetike, por ama nuk do burri. Ke pasur raste që të janë rrëfyer vajza në këtë drejtim? Kam pasur shumë raste. Dhe i kanë bërë pa dëshirën e partnerit. Po, pa dëshirë, sepse si do që tjetë një njëri që do të bëj diçka, prandaj e thash që në fillim. Vendimet merren në mënyrë uniform, pra ne pyesim njëri tjetrin, po në fund të ditës... Po tani rrezon, ti do t'i bësh buzë, do apo s'do Tani dhe Ermali, çfarë bën? Do t'i bëj. Bën. Po patjetër që do t'i bëj. Hajde, kuptova. Atëre, unë duhet të them ke vendimi im. Atëre, unë jam kuratore imazhi. Kështu që në veshje jam perfekte. Në kombinime, në dress code, në protokolle, nuk dalë. Eksperiencë personale, nuk dua të rrivetem në lëkurë personale. Një herë më ka thënë tim shoq, prandaj që më erdhi që më kujtoi kjo gjë dhe thash, unë ndjeva unë keq që të dilja e veshur ashtu. Isha veshur në rregull fare, por të thash, me që më tha kështu. Ti keq të dilja ashtu? Të dilja ashtu. Se ta kërkoj partneri apo? Jo, me që më tha që nga që ajo është minimal më shikon edhe balluken si që jam, do më thënë që t'ja e në molta me, por e pasha të ditu në ndjeva. Ti ke guximin t'ja partnerit zhvishës më pëlqen si e veshur? Jo, nuk e bëj. Pra, atëre ka dy arsye, ose ju azuroni si perëndi, që është e pa drejt, ose keni një situatë patriarkale që ai vendos. Eksakt, tu dua dalë. Pra, ti dorëzohesh një raport me fjalë të liria reciproke, më duhet. Edhe pse e kuratore imazhi, ndërkohë ti thua që nuk guxon, ti thuash partnerit tënd, shkon ndronë nëse s'pëlqen. Nuk është se nuk guxon, se tash është fjalë e madhe. Ajo, por domethënë unë nuk i them. Unë e them për vete. Nësa i e bën me ty, ti pse nuk e bën atë? Diçka, i them ktheu, atëre unë nuk e dia do i lëriz vlerat, ai është gjithmonë perfekt. Okej. Kështu që për këtë. Bravo. Atëherë ti je beata. Po. Nuk atëre, ne dim që femrat shqiptare është pjesa më e madhe. Zoti dhe është rregull. Ne ajo tani më foli çfarë të duash. Kam përshtypjen që foli çfarë të duash, ajo nuk shef më ermal. Me shumë vëmendje se prapë dhe me këto që thotë është gati për ta masakruar jetën. Por ajo beson që ka burrin më të mirë në botë. Po ajo e ka në veshje është perfekt. Ka shumë, domethënë unë ka provuar burrat të tjerë, prandaj thotë. Me burrat të tjerë që vishën burr. Se si mund të thotë që ka burr. Atëherë pjesa më e madhe e gravit ne që i bëjmë shopping edhe veshjeve, domethënë të burrave, garderobës ai bën vet. Domethënë tash e heqim këtë tani se nëse ti do të bësh ndërhyrje estetike, merr leje të burrit, të partnerit? Nuk do më thoshte jo, por domethënë nuk do më thoshte jo. Jo. Po edhe nuk do të thoshte po. A merr leje bëri pyetje? A merr leje? Tjetër gjë çfarë bindje ke ti që ky që ka perëndia në tokë? Po nuk do e pyesje? Jo. Okej. Pra do e bëj edhe për gjëra të forta, që domethënë unë do shndrohem sot, aty po patjetër. Kurse për unë i quaj mirëmbajtje.
respekt ndaj vetes, gjithmonë këtë respekt ndaj vetes e thonë është shumë e rëndësishme. Në qoftë se atëre, ne femra shkojmë në shtëpi, shikojmë mashkullin tonë që është perfekt, ose mashkulli që shkon ka kënaqësi të futet në shtëpi. Është vlerë e shtuar ajo. Edhe pikë për familjen. Këtu jam. Sidoqoftë, në këndvështrimin tim ti ke një farë raporti të tillë që të një familje patriarkale, pak moderne, po patriarkale, ku fundit, nga ajo që dëgjoj unë, dhe unë e quajt gabuar këtë gjë, është buri në qendër dhe ti do s'do bën atë që do buri. Në fakt, perceptivi ky vjen, që ti sa do thua 2006-ta, jetë moderne, në çdo gjë që thua, duket sikur është ai që merr vendimarrjet. Jo, ne po flasim për veshjet, se për shembull në sipërmarrjen time absolutisht jo, jam unë 100%, as nuk e vën diskutim. Kurse për tashun, për sa i përket estetikës vizuale, pas ka burri timonin. Është çështje questa è la vita, do thoshte burri i mirës. Se ti je rehat me këtë gjë, kjo është gjë më e bukur në botë. Patjetër. Historitë janë personale dhe patjetër që... Ndryshe jam gjithmonë wow, kur s'bresh nga shkallën më thotë wow. Kështu që do me thonë për këtë, atë ditë që s'më tha wow... E thot çdo herë do me thonë. Po edhe pyetje kështu, rroba ti ble vet apo ti ble buri? Është i moshë. Si ishte për gjitha unë. Të gjitha i blen vetë. Po. Kurse unë për shembull do t'i thoja mi bleti më mirë, nuk ka problem. Jo. Denisa, ka pasur një moment që e ke dashur shumë vendimin e një partneri, që sa do t'i besote fuqia jote, të forca jote, të inteligjenca jote. Gjithmonë duhet, sepse kemi ato momentet e luhatshme, të janë për shumë vendimet të forta, të fuqishme, që kanë të bëjnë me jetën tënde në vazhdim, do doja shumë një mendim të dytë. Do më pëlqente, sepse sido që t'jetë, dytha nuk ka forca më e madhe. Mes vendimit të burrit, partnerit dhe mamit dhe babit, çfarë ekuilibriruan? Është një hall më vete i vendimarrjes së partnerit dhe të familjes. Hall më vete, por mendoj, i dëgjoj të gjitha palët dhe në fund vendos vetë. Kështu e bëj. Thot po, për 100 vetë bëj si 2 vetë. Po, shumë dakord. Në këtë hapim klapa, prindërit shqiptar marrin mendimet më drejta ndaj fëmijëve? Jo, marrin më të gabuara. Më të gabuara? Sipas me, prindrit ka një egoizëm shumë të madh ndaj fëmijës dhe kujtojnë se mendojnë për të mirën e fëmijës, po në fakt mendojnë për të mirën e tyre. Pra, ata e duan ta ndërtojnë fëmijën ashtu siç e duan ata, jo siç do fëmia vetë. Unë jam profesor dhe më ka rastisur për shkakun me studentët e mi. Ishte në laborator për shkak një studente dhe s'punonte fare, po çfarë po bën? Tha profesor, unë kam marrur këtu kot, nuk e doja fare këtë punë, ajo pikturonte. Tha, më s'kanë sjellë prindrit këtu, tha, po unë nuk e dua fare këtë gjë, tha, unë doja të bëja pikturë. Pra, atë, në këndvështrimin tim, atë vajzë, prindrit e kanë marrë më qafë, sepse e kanë detyruar të bëjë një gjë që asaj tërë jetën nuk do i pëlqej. Pra, shpesh herë, prindrit gabojnë në këtë, insistojnë që të marrë atë drejtim që duan prindrit fëmia, në vend që të marrë atë drejtim që fëmia do vetë. Dhe kjo në këndvështrimin tim është shumë e gabuar. Dhe është e gabuar edhe për faktin se nesër, fëmia do i thot prindit, ti ma bëre këtë, unë nuk e doja, ti më të shohë në këtë drejtim. Që raste ka pa fut, ke dëgjuar... Sigurisht, udhëzohe fëmijën, por ta vendosja ai vetë, çfarë drejtimi do marri. Kështu mendoj. Do të sugjeroje si një mik dikë që përveç familjes së pyeste ndoshta shoqe më të afërt, ndoshta ty, pra të mos varet nga vendimi i familjes? Jo, unë sigurisht, me fjalë, familja shqiptare duhet kuptoj që mbi 18 vjeç fëmia është i rritur. Ne fatkeqësisht jetojmë me prindit deri kur prindit vdesin. Pra, nuk fitojmë pavarësi. Pra, në një farë mënyre, shqiptarët janë të paritur, se nëse ti rri gjithkohën në tutelën e prindit, megjithëse ke formuar dhe familjen tënde, je i paritur akoma. Pra, akoma të mban prindi. Pra, duhet të mësojnë të rritën që të marrin vetë vendimet e tyre. Mos ndoshta janë financat shumë të tmerrshme të shqiptarëve dhe Shqipërisë, situata ekonomike që ndikon në këtë varësi. Sepse nuk ka njëri që nuk do. Edhe kjo është e vërtetë, po është dhe mentaliteti, mendoj. Nuk është vetëm situata. Janë të dyja bashkë që ndihmojnë njëra tjetrën. Pra, prindrit gjithmonë duan që ta sundojnë në thonjza fëmijën. Pra, ti tregojnë ata çfarë duhet bëj. Ndërkohë që unë jam kundër kësaj gjëje, fëmia duhet vendosi vetë për fatin e tij. Pra, të rritet, se kur vendos vetë, do më thonë që është rritur, është bërë i zoti për vete. Jam shumë dakord. Janë vendimet e prindërve vendimet më të vështira në jetën tonë? Në lidhje me gjithçka, me jetë personale, ka dhe raste kur zgjedh gruan apo burrin se madje mami dhe babi, apo marr pëlqimin e tyre për partnerin tim. Prindrit provojnë, shpesh gabojnë. Gabon një prind, e pranon një prind që gabon? Nuk e pranon, por duke kaluar koha, duke parë që kanë gabuar e thonë, kërkojnë dhe falje. Por ty të kanë shkatruar jetën.
Edhe në rastin tim ka qenë kështu. Por, duhet them që... Ka shkatruar ty jetën prindrit e tu? Po, më fejuan 15 vjeç e gjysmë, e nuk ishte bukur me njëri që unë e kisha njohur në plazh, por që domethënë nuk ishte kom shiu plazhi, që erdhën kërkuan dorën, të kemi fejuar, nuk bëhet. Kështu që... Kur e merr veten pas kësaj tronditje? Jo, është të shënon, të shënon, tamam. Domethënë nuk e merr veten, por rruga jote devijohet, nuk është ajo. E haron. Si Jo, shpëton? thjesht ajo nuk harrohet, mendoj unë. Mbulohet. Nuk harrohet? Nuk harrohet. Kur ke shpëtuar nga ky kurth, po Dhe them gur mbi kështu, gur. vendimarrje Kur pindorore? prindrit ma thanë dhe prindrit një ditë, e vunë re që thanë për shbën me këtë njeri, se e panë që domethënë nuk ishte ai duri, ishte një xhelozi të mërshëm mbi kokë, kështu që domethënë ato më thanë pse nuk e lë. Kështu që domethënë ajo ishte, se ndryshe. Por ama kjo njoll mbetet një nga traumat emocionale të tua, jashtë. nga lëvizjet Kjo mund të emocionale. ndodhë edhe në qoftë se zgjedhja vetë partnerin, që të ishe xhelos, asnjëherë nuk e di. Tjetër. Po vetëm se në terasë është përgjegjësia jote. Ajo pra është vendimi i prindërve, me këtë po thonim neve, se mund të ndodhi edhe ty, absolutisht jo. Por në rastin konkret, domethënë prindrit, që edhe nuk i thuaj jon atë kohë të paktën tipi im. Do guxoje sot ja thoje fëmijës mos u lidh me Ermalin se nuk më pëlqen? Po. Do guxoje? 100%. Do guxoje, por, si shtam, prindri e thot. Por, Do ama t'ja edhe lije me vendimarje, argumente. do t'ja lije vendimarje në fund, edhe nëse s'të pëlqen si dhëndër, si partner, por ama i thua s'më pëlqen Ermali. Po. E artikulon. Patjetër, po. Edhe kur i gabim, ai është djalë Flori, po ty s'të pëlqen dhe pikë. Unë do i thoj argumentat, atë thash, unë mua nuk më pëlqen për këtë gjë, por unë kam vajzën, prandaj neve shparë që thashtu neve femra, unë kam një master chef në kuzhinë, shumë e njohur në gjithë botën, ajo është e fortë për vetën e vetë. Unë as nuk i them se edhe më poritet që a ke gjetur ndonjë si është jeta jote sentimentale, se ajo kur ka ndonjë gjë ma thotë. Pra pret që të rrëfehet vajza për çdo hap sentimental, emocional që merr. Po, edhe mund t'jap mendimin tim. Por mendimin tim. Mendim, e kuptova. Pra nuk është mama ndërhyrëse. Mendimin. Jo vendimin. Janë mama shqiptare, janë mama balkanike, janë mama ndikuse në vendimarrje? Janë ndikuse, patjetër që janë ndikuse dhe ndonjëherë janë dhe imponuse. Sepse sido që tjetë jemi vënd kaq i vogël. Dhe në një vënd kaq të vogël, ne nuk e kemi marrë akoma atë sinjalin e emancipimit. Do me thënë, sado që të dalim jarë, sado që prapa ajo kultura jonë vazhdojnë të jetë e tillë dhe ne mendojmë me veten tonë, ose mamat, ose prindrit dhe baballarët, mundojnë që të na ruajnë, siç e tha dhe profesori pak më përpara. Por nuk është ruajtje ajo. Në një farë mënyrë është shkatrim, sepse ti nuk e lë tjetrin të marrë një vendim me veten e vet, me mendjen e vet, të eci përpara dhe fundi atë ditë të thotë dhe jo, dëgjoj, unë gabova, sepse ne gabojmë, patjetër që do gabosh. Shkon një rast fatal, kur për një zgjedhje që ti bën ndaj një partneri, kushti është o me ne, o me atë. Çfarë bën ti sot? Ti zgjedh partnerin apo familjen? Kur shikon që nuk ka shenja jeshile, kompromise, ata thonë o ne, o tamin. Drejtën, në ditën e sotme ty të dhimbset shumë nëna dhe baba, sepse ato të kanë bërë kokën dhe prandaj thash jemi akoma në vend patriarkal, do me thënë ku ndikimi është i pashmangshëm. Dhe nuk mund të vesh një jetë me ato për para partnerit, unë me zemër, me shpirt, do zgjidhja partnerin, sepse do doja dashurin, do doja çfarë do lloj gjëje, por nga ana tjetër nuk e bën dot. Unë nuk do ta bëj atë. Ja, fole kot tani, se ajo nuk shkëputet dot nga prindrit. Edhe kjo është e gabuar, sepse ajo ka shkatruar, po jo, ka shkatruar jetën e saj, ndërkohë që prindrit e kanë jetuar jetën e tyre. Prindrit kanë jetuar jetën e tyre, kurse kjo shkon dëm jetën e saj. Është komplet e gabuar. Po ja për shembull, ja do thoshte, mami do thoshte për shembull mua, ja tani unë vdes në këtë moment. Po këto janë presionet. Mami duhet të doj për të ardhmen tënde, jo për të ardhmen e saj. E ka gabim mami. Në fakt këto janë presionet të frikshme që bën. Këto janë presionet që larg qoftë mos ndodhin. Të them, Zot mos na sprovosh në të tilla prova. Ka dhe raste ekstreme, se varet, nëse ti, po themi kaltë për marrë një rast ekstrem që dashurohesh me një kriminal, sigurisht që këto janë pastaj raste. Kjo është një rast tjetër ekstrem, për raste normal. Nuk shkuam tek rasti i kriminalit, por e kuptuam që Denisa ka hallin e mamit. Çfarë thot mami dhe o babi? Mami, se mami është liberal. Mos e shiko këtë program, nëse e pe, do kesh tensionin e ngritur pasi të futen publicitet. Kemi disa shprehje dhe thënie, nisi me Zajmirën, do ta lexoj unë, e shikon edhe në led, më thuaj nëse je dakord apo jo. Shprehja e parë për Zajmirën thotë: e lexojmë tani. Gratë nuk marrin gjithmonë vendimet më të mira, por rrallë marrin vendime pa i menduar mirë.
Është e njëjta gjë dhe për burrat. E njëjta gjë? Po, se nuk I marrin gjithmonë veprimet mirë, por kur I marrin është e njëjta gjë. Ble njësoj. Vendimet I mendoni deri në detaje, jeni shumë detajiste, apo mendon që nuk ka diferenca mes burrave dhe grave? Ka një perceptim që ju vendimet I merrni, I shikoni në lup, me qime, edhe në jargon. Okej. Unë do thoja një lloj. Janë njësoj. Okej, mirë, mendimi I Zajmirës është që janë njësoj vendimet edhe pesha e tyre si tek gratë si tek burrat. Shkojmë pak tek profesori. Artan, kemi një shprehje për ty, e lexoj dhe më thuaj nëse je dakord ose jo. Burrat marrin rrezikun, gratë peshojnë pasojat. Mendoj që është e vërtet. Mendoj që burrat janë më tepër për rrezikun, po gratë I peshojnë më mirë pasojat. Një grua që riskon, të jep më shumë vlerësim, të jep më shumë stimul, apo I takon mashkullit të risku gjithmonë? Jo, unë e thash që në fillim që për natyrën e të dyve, mashkulli shkon drejt rrezikut, gruaja është më e vëmendshme për t'ju larguar rrezikut. Kur pasojat janë fatale, ja fal gruaja riskun burrit apo ndonjëherë varet. Ndonjëherë varet? Varet çfarë ja mban këngë këtë rjetën, Amotano, ç'më Këtë ta thot sidoqoftë. Edhe në momenti që ke një problem direkt ta kujton. Të kisha thënë. Është kjo kënga më e tmerrshme e jetës, refreni juaj, që na I kujtoni gjithmonë gabimet? Kemi. E kemi. E vëm në arkiv, por në momentin e dur del. Direkt luhet me këngën e llatarshme. Ta kujton gjithmonë ti gabimin? Dëgjoj Marcë ke gabuar herë, unë të fala, jo? Jo. Mundohem mos ta nxjerr fare në sipërfaqe. Sado që mund ta vuaj, por mundohem mos e nxjerr, sepse çfarë fitove them në fund të ditës. Do rryej fakti shprehje tani dhe nuk të tolerohet, kemi shprehje tjetër për ty, lexoj tani. Nuk të tolerohet. E Denisa se na u fut pak kështu me borxh. Shkojmë tek Denisa dhe shprehja e saj, më thuaj nëse ti e aprovon apo jo. Ecim? Jo. Për ty është, vendimet më të mira merren kur intuita dhe logjika ecin bashkë dhe gratë shpesh I përdorin të dyja. Këtë e ka bërë me siguri një grua te regjia. Po, një grua si puna ime. Kjo është e vërtet. Sepse thash në fillim intuitën e kemi shumë më të theksuar edhe logjika ecën bashkë me intuitën dhe vendimi mund të jetë më I mirë. Vendimet janë të frikshme kur intuita dominon mbi logjikën? Do me thënë, a duhet me pas frik një grua që duhet ta kesh në njërë frik. Varet kush është, se mund të marrësh dhe në një vendim pa lidhje, po në përgjithësi janë gratë me intuita I çon shumë larg. Intuita I çon shumë larg. Se keni durat, ke besuar gjithmonë që keni një intuit shis të shuar? Ndonjëherë intuita është dhe rrezikshme. Po pra, është e rrezikshme. Prandaj do të teksova. Por shpesh intuita të çon në rrugë të mirë. Do ma thuash vendimin më të keq që ke marrë në jetë? Mendoni dhe ju që të mos kemi shumë hapësirë. Atëherë dëgjoj përgjigjet e tjerëve, pastaj unë do të mendoj. Vendim më të keq që ke marrë? Që ke udhëtuar me mua në Portofino? Një vendim I tmerrshëm ishte kur ndryshova ngjyrën e thojmë. Nuk kam marrë vendime të thashë radikale, fatale. Dhe që mund t'jem bërë pishman. E kam sinqerisht këtë pjesë. Jo, jam I lumtur për të shakave dhe batutave. Deri sot nuk kam marrë vendime që të them o bo pse unë e mora këtë vendim. Për të ardhur në program me profesorin edhe me Zajmirin edhe me mua, u knaqe pafund. Nga vendimet që vlen. Nuk e dinte ato knaqe po jo. I doli për mirë. Intuita përdora intuitën. Intuita I tha do knaqesh termale. Ka një vendim që je penduar profesor? Un kam në lidhje me vendimet, un kam një batutën time që them, kur jemi në një udhkryq dhe vendosim që të shkojmë Majtas, Shko djathtas. Jo, për shembull, edhe na del shumë mirë ose shumë keq Majtas, nuk e dim. Të bëjmë pishman pse nuk shkuam djathtas, asnjë nuk e dim si do na dilte djathtas. Mund ta dilte shumë më mirë, por mund ta dilte akoma më keq. Kështu njeriu kur bën një zgjedhje, është e kot që ta ngarkuar veten kaq shumë, sepse asnjëherë nuk e di si do I dilte, por un kam parë njerëz që kanë bërë çmos të ikin në Amerikë. Dhe, se po themi gjëra ekstreme në një farë mënyrë, dhe pastaj kanë shkuar në Amerikë dhe janë përplas me makinë ka vdekur. Do ishte më mirë të kishin ecë në Shqipëri. Në kuptimin kështu. Pra, asnjëherë nuk e di ku është e mira e vërtet në këtë kuptim. Edhe pishmanliku, ka shumë njerëz që bëjnë pishman për çdo gjë. Kur ngjarjet kanë kaluar, se nuk është se zgjidh problemin, përveç se ngarkon veten me
Me ndjenja e për fjalë të panevojshme. Me një ngarkesë të panevojshme. E fundit, më Dhe thuaj? unë atë do thoja, se me që e lash vetën time në fund, që shkoj A, e gjetë vendimin? A e gjetë që apo nuk e jo? kam. Nuk e kam, do bëja gjithmonë të njëjtat gabime që kam bërë, se nuk do thot që jeta është gjithmonë wow e gjete, por intuitën e kam ndjekur gjithmonë. Okej, u kënaqja shumë, faleminderit që ishit në program. Edhe Faleminderit për vendimet edhe jo vetëm. Ne do të shërbutemi për pak dhe rikthehemi sërish në program. Mos u largoni.